Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në Pagjurëm. Jemi live këtë mëzicë në ekranin e Report TV, ku ditën e sotme do sillim në fokus një histori që kemi trajtuar vetëm përpara pak ditëve dhe bëhet fjalë për Arbrit Cërikun, dashur miq, një 28 vjeçar nga Dibra, i cili ka humbur kontakte me nënën e tij në datën 31 mars të këtij viti nga Franca. Nëna e tij ndodhet me mua në studio, dashuri e Çili, e përshëndes dhe mirë se erdhe për herë të dytë në studion e emisionit Pagjurëm. Të shikoj që jesh shumë emocionuar dhe shumë e mërzitur sot. Është shumë mas që sa u gëzova që për djalin aq edhe u mërzita. Gjën mënyrën si e pash, ku e pash. E dashurie, ne do flasim sot të dyja bashk me detaje, padyshim edhe për teleshikuesit ata që nuk e kanë njohur historinë e djalit tuaj. Fillimisht më lejo të jap një material të plot për Arbër Cërikun dhe rikthehemi në studio. Pas shumë disfatave në jetë, sot dashuria e Çilin jeta e ka përballur edhe me humbjen e djalit. Goditjen më të rëndë, Arbri Cëriku, 28 vjeçari me origjinë nga Krasta e Martaneshit, jetonte në Nancy të Francës, ndërsa humbi kontaktet me familjen që prej datës 31 mars të këtij viti. Nënës së tij kujtohet mjaft mirë ajo bisede fundit, ku si çdo ditë tjetër, Arbri foli me të dhe i pohoi se ishte mirë, ndërsa pas kësaj telefonate 28 vjeçari nuk do ta ngrinte me receptorin. Dashuria nuk mundet të harroj zërin e të birit, i cili mungon dita ditës edhe më shumë. E shqetësuar, nëna telefonon shokun e Arbrit, i cili jepte justifikime të ndryshme, derisa në prill, edhe ai njëjtë si 28 vjeçari nuk e ngriti më telefonin. Arbri kishte emigruar drejt Francës që për 27 nëntorit të vitit 2022, ndërsa qëndronte në një azil. Sipas nënës, i riu është përdorues i lëndëve narkotike, të cilat kanë ndikuar në gjendjen psikologjike të tij. Për shkak të kësaj gjendje, dyshimin më të madh dashuria e ka se djalin e saj e shfrytëzojnë. Gjithashtu edhe ndarja e prindërve ndikoi edhe më tepër në gjendjen e Arbrit. Kjo erdhi si pasojë e dhunës që babai ushtronte tek nëna e tij, ndërsa kjo e fundit mori vendimin për t'u ndarë. Nënë 3 djemve, sot dashuria e Çili është në kërkim të djalit të saj të dytë, për të cilin zemra po i digjet nga malli. Por unë dua t'i bie në transmetim live. Zilja po bie. S'është numri e atij shoku. Është numri i Arbrit. Si kam cilësu unë aty. Është numri i Arbrit që ti na ke dhënë. Po dhe nëse është i shokut, aq më mirë. Na përgjigjet dikush dhe ta pyesim për Arbrin. Dhe ma mbylli. Ai ka dhe WhatsApp të ky numër, por nuk ka qenë online gjatë gjithë ditës. Pasi ne i kemi çuar një mesazh. Unë e kam provu, po ndoshta ma kanë mbyll, më kanë bllokuar, as i thonë. Dhe nuk të shkon fare Zilja aty. Nuk shko fare Zilja. Kjo është historia e Arbër Cëriku, dashur miq, 28 vjeçari, kështu ja i humbi kontaktet me nënën e tij dashurie, e cila realisht edhe unë kur të kam përballë dhe të shikoj gjendjen në të cilën ndodhesh, sinqerisht më vjen shumë keq. Një nënë që ka humbur djalin, çdo ditë unë përballem me nëna që humbasin fëmijët, vinë në këtë studio, rrëfehen, tregojnë dyshimet, tregojnë historinë, atë momentin e fundit që u shkëputur me djalin. Ne e rrëfyem përpara pak ditëve në studion e emisionit Pagjurëm, momentet e fundit që ti pate me djalin. Më ke treguar në këtë studio dashurie që e përcolle me duart e tua drejt Francës, sepse ai dëshironte shumë të shkonte në Francë. E kërkoi vetë këtë gjë djali? Po, e kishte kërku edhe unë i bëra kartën dhe pasaportën, edhe nuk e nisa. Ajde thash, duke parë që është... Le ta themi që gjendja e tij përpara se të ikte në Francë nuk ka qenë e mirë. Nuk ishte mirë. Sepse ai ka qenë përdorues i lëndëve narkotike. Nuk ishte mirë që ai të shkonte dhe të përballonte një jetë atje, në vend huaj. Ti ke pasur merakun që... Po, si përfundim më mërzit pastaj edhe tha unë dua të hiki. Ti e nise drejt Francës dhe konkretisht në zonën Nancy të Francës, e nise me njerëz të sigurt, më the. Po. Këta njerëz që ti i njeh, nuk i ke telefonuar ti pyesi që ore çfarë ndodhi me djalin? Jo, ato deri kur u regjistru djali u fut në azil, me ato kam pas kontakton. Ke pasur kontakt? Po. Derisa djali u shkëput me ata? Po, u shkëput djali e pastaj fliste me mua, ama mi jam mirë, mi vend flej, mi vend ushjehem,
kam kushte, lahem... Sepse djali kishte kërkuar azil. Po, Normalisht dhe ishte strehuar nga institucionet aty. Po, ishte regjistruar, ishte kretë mrena rregullave. Telefonatat e fundi që ti kreve me djalin kura ishte në Francë dhe ishte në azil, çfarë mësove ti, çfarë të tha djali Arbri, ishte pajisur me dokumenta, çfarë foli me kë shqiptar shoqërohesh aty, është shumë e rëndësishme që ne ti mësojmë këto detaje. Ai vetë më thoshte, mami, që unë u pajisa, kam kushte ku flej, ku shqehem, më hedhin lek në kartë, që i këshin dhënë kartë, i këshin dhënë kartë tjetër që të lëviste, edhe ka ishtë dhja unë. Ka që informacione kishë marrë? Dhe nuk kuptohet, nuk dhja detaje më shumë, unë s'kem që na herja shtetit, s'di gjo. Jo, nga ato që djali të kishte të reguar. Kishte filluar punonte apo jo? Jo, me gjithë na i punonte. Po ky dinte rregullat, se në 2016, në 2015, ka qenë edhe në Gjermani. Ka nejtë një vit e ca, 15 muaj. Po, 15 muaj ka nejtë shtetin Gjerman. E qartë. Edhe i dinte rregullat. Se si procedoje jashtë vendit. Por ju më treguat në këtë studio që ai shoqërohesh me një shqiptar tjetër dhe shpeshherë ti ke folur me këtë person. Po. Derisa shkëpute kontaktet me djalin dhe me këtë person. Ai nuk u shoqëronte me djalin, se djali im flinte ke kampi, ati kishin dhënë një dhomë në hotel. Po u takoshin shpesh. Takoshin shpesh, mëngjeseve, kur ngreshin gjatë ditës, se dhe ai për shku që ushqesh, dhe ai atje shkonte ushqente, po sikur i kishte lidhjet më të afërta. Më të afërta. Po si natyrë, si tip nuk më pëlqente dhe ku fliste. Pse, çfarë dyshove ti? Po, dyshova se... Dyshot njeriu, mënyrën e komunikimit si e kishte ai... Mendon që ky person mund të ketë gisht në zhdukjen e djalit? Jo, si kishte zhdukje, po ndoshta mund ta shfrytëzonte djalin sa e dinte më shumë, ai kishte qenë më para atje, mund ta nxjerrte me lyp në rrugë, ka shumë shkomendja nga ai. Që mund ta ketë shfrytëzuar djalin. Po. Kur mendon që e ka nxjerrë në rrugë, e ka shfrytëzuar të lypi, në atë gjendje kaq të keqe ka qenë djali? Po tani atje në vend tuaj, ai ishte i madh, ai ishte 43 vjeç. E thosha unë, thosha Dyfishi për apërsisht i moshës djalit. Po, kur s'flisja me Arbin e pyesja, man thosha unë si më sjellet djali. Po ja, sjellet ashtu, po, që ke pim në i gotë, që e kupto, fliste ca fjalë... Që ty nuk të pëlqenin? Mu nuk më pëlqenin. Por vetë djali, qëfar ju thoshte kur ti e pyesja Arbrin? E pyesja, thoshte, mos e bezdi, thoshte, pse më kërkon unë mirë jam, qa ke, thoshte. Po hape me mamë, thosha telefonin. Po ja do të hapë, ja e kam hapur, ja s'kisha karikim, istifikime kot. Të ndryshme. Të ndryshme. Ndërkohë që ti atë numrin ai ke vënë në dispozicion, numrin e djalit të Arbrit, por edhe të shokut. Numri i shokut rezulton i fikur, ndërsa çuditërisht numri i Arbrit është i hapur. Ne kemi provuar në këtë studio. E pam dhe nga kronika që ndoqën pak më parë që telefoni është i hapur, por nuk e ngre askush nga ana tjetër dhe nuk na përgjigjet. Nuk kemi të sigurt nëse ka Arbri apo e përdor dikush tjetër telefonin. Dikush tjetër, s'ka mundësi. Arbri s'besoj s'ka telefon fare. E dashurie, në momentin që vetëm përpara pak ditëve ne kemi qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe trajtuam historinë e djalit tuaj, ti qytetin se ku ka qenë djali e ditë saktë? Po, ai e që ku më dhënë juve. Në Nasi të Francës. Aty ka jetuar djali juaj, aty ka kërkuar azilin. Aty. Fatmirësisht shqiptar ka kudo. Edhe në këtë vend ka shqiptar të cilët e kanë ndjekur emisionin dhe menjëherë na kanë telefonuar. Një zonjë, e cila u lit në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, na tregoi se e njifte. Ajo bazohesh realisht nga fotot që ne kemi publikuar të djalit tuaj, nga historia që ajo dëgjoi pikërisht në momentin që ne kemi qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë, dhe na premtoi që do bënte të pamundurën ta takonte këtë djalë që dyshoi për Arbrin
edhe të na sillte, na vite në dispozicion një video të tij. Dhe kjo gjë ka ndodhur, zonja në fjalë e ka takuar dhe na ka sjell një video. Ne do kthehemi të dyja nga monitori për ta parë dhe për të na i konfirmuar, është djali juaj Arbri apo bëhet fjalë për një shqiptar tjetër. Regjia na ndihmo. Edhe audio ju lutem. T'ja pun, mërë t'ja pun leket, o Arbri, t'ja pun leket, Arbri. Është djali juaj. O Arbri. Po do të kthesh më, mrem, së mrem. Jo, do marr telefonin. Gjë tash. Po një minutë më do të jam. Ku e ganoj? Bëv si minutë. Do të them për 3 minuta. Së mrem, së bujore. Po nuk të pres do të unë. O ti, Arbri. Dëgjoj një sekund. Arbri. Arbri, priti sekund. Arbri mostra original. Ka të shku. Jura mas zërru do marr thash ata nëse ai. Dashuria është djali juaj? Po, është Arbri. T'ja pun, mërë t'ja pun leket. Është dobësuar shumë. Shumë. T'ja pun në leket. O Arbri. Po do të kthesh më, mrem, së mrem. Jo, do marr telefonin. Gjë tash. Emigrantët i kërkojnë një numër telefoni, Ku e ganoj? Bëv si minutë. por ai largohet. Ka një biçikletë, Po nuk të pres do Ka të pas unë. thonë mu që e kam bicikletën në mamë. Dëgjoj një sekund. dashuria ju e konfirmuar që është djali juaj. Po, djali im është, shpirti im është, Në këtë video që ka shkatru totalisht. gjendja e tij nuk duket fort e mirë. Jo, tani që ka shkatru komplet. Që ka shkatru, që ka dëpsu. Ai ndodhet po në nasit të Francës. Po nuk të pres do të unë. O ti. Dhe kjo video është realizuar Një sekund. ditën e djeshme, ku emigrant janë ai solli, që ne t'ua vendosnim juve dhe ju ta shikoni nëse ishte Arbri apo jo, por ju e konfirmoni që është Arbri dhe pse zonja i thërret në video Arbër. Po, Arbri. T'ja pun leket, o Arbri, t'ja pun leket. Ma vjen shumë keq që ai ka përfunduar kështu. Ajde po erdi në Shqipëri, a i s'kam qaj bëj. Po erdi në Shqipëri, unë s'kam qaj bëj. Ajde një qender, ajde o shumë mundësi, ajde o shumë kushte, ajde o shumë mjekim, ajde o shumë doktor, ajde o... Si pas informacioneve ai ende të rrugëve të këtij qyteti, Po, duke fletur poshtë urave. po. Nuk ka durim fare edhe të flasi. Do me hik. Për shkak të përdorimit të drogarave, ka përfunduar kështu në shtetin francez, djali juaj, dhe mua më vjen shumë keq. Nuk e di pse nuk e sjellin këteja. Unë desha të pyesja nëse ti e gatshme për të prej një bilet për shkuar për ta marrë djalin dhe për ta sjellë këtu. Aty janë disa emigrantë që do të presin dhe do të ndihmojnë dashurie. Jo, unë nuk kam mundësi me pre bilet, po që se kam në një mundësi të më ndihmoj, ta vej makinë edhe të më nisi këtej. Ju nuk siguroni do të parate e një bilete për të dhëtuar drejt Francës në urgjencë. Jo. Sidomos tani këtë muj nuk kam mundësi, me në 19 kam skaner, në 27 jam për operacion, për vete. Nuk kam mundësi. Kam prit gjithë të kohë, kam prit shtetin, dhe s'kam trokit me një spital privat, se nuk mundem. Nuk mundem ka ekonomia. Qartë, të kuptoj qartë dhe të kuptoj drejt, por duhet të flasë për të gjetur një formë se si djalin ta rikthejmë në Shqipëri, sepse ai ende të rrugëve, fle poshurave, dhe gjendja e tij në këtë video që emigrant na kanë sjellë nuk duket fare fort e mirë, qoftë nga ana e shëndetit mendor, mënyra se ai sillet, si reagon. Ju e njihni më mirë atë se unë. Edhe me arë Shqipëri unë s'kam qaj bëj. Unë do dërzohem, s'kam qaj bëj. Nuk kam.
Unë po pa një ndihmë, unë atita s'kam çaj bëj. Do shta para se me hik, ka qenë pak, jo pak, po ka qenë shumë ndryshe, unë tani me këtë gjendje që pas ka vajt djali, unë nuk kam çaj bëj. Kur u nis nuk ishte në këtë gjendje? Jo, kishte tjetër shëndet, tjetër qetësi. Ai tani s'ka durim, s'ka nerva tani. Se njeriu takon dikan në rrugë, për respekt ndalet. Ndalet edhe bon, aq ko sa ka i thot, unë kam ko 5 minuta do flasim edhe do ik. Ai edhe ato po mbajnë, sikur e mbajnë me zor, sa i do me ik. Por edhe në rrugë nuk mund ta lëm, është djali juaj. Po, tani, unë nuk kam mundësi. Unë po, me ma pru dikush me ma vënë makinë, edhe makinën ja paguju këtu. Më lejo të lidhem në këtë momente me një emigrante, ajo e cila ka bërë të pamundrën për ta gjetur arbrin në rrugët e Nasit të Francës, që na ka sjell këtë video. Ajo ka më shumë detaje për djalin tuaj, do ta dëgjojmë të dyja në këtë transmetim. Ndoshta do t'i kërkojmë ndihmë, ndoshta të gjithë emigrantët aty mund të arrijnë të shtojnë nga pak lek për biletën e udhëtimit të arbrit për ta nisur me avion drejt Rinasit dhe më pas ta prisni ju, sepse është e dhimbshme. Ka dhe makina. Një shqiptar, po, mund ta bëj dhe në rrugë toksore, patjetër. Po, rrugë toksore, se kushton edhe më pak. Edhe më pak mund të jetë bileta. Ndërkohë është e dhimbshme që pikërisht 28 vjeçari Arbër Cëriku, i cili ka humbur kontaktet me nënën e tij marsin e këtij viti, ka përfunduar në këtë gjendje. Një iri me plot ëndra që u nis nga Shqipëria vitin e kaluar drejt Francës për të kërkuar azil, tashmë ka përfunduar në rrugë të dashur miq, përdoruesi lëndëve narkotike, humbi kontaktet me nënën, fal emigrantëve shqiptar, ai u gjend. Është shëndoshë mirë, si ka ndodhur diçka e keqe, por duket që ka probleme shëndetit mendor, nuk jeton më në azil, por fle poshtë urave pikërisht në qytetin Nasit të Francës. Do të kem emigrante në këto momente në lidhje telefonike dhe dua ta përshëndes. Përshëndetje. Alo, përshëndetje, më dëgjoni? Ndërkohë që regjia do bëhet gati për ta patur në lidhje telefonike emigranten që na ndihmoi të arrinim në gjurmët e të riut shqiptar Arbër Cëriku, ku në studio kam nënën e tij dashurie, e cila nuk ndihet mirë dhe kush nën do të ndihej mirë të shikonte djalin të përfundonte në këtë gjendje. Unë uroj dhe shpresoj që shqiptarët që jetojnë pikërisht. Alo, përshëndetje, e kam emigranten. Përshëndetje e dashur. Unë të falenderoj nga zemra që të kam në këtë lidhje telefonike. Në fakt jam në studio me nënën e Arbrit, e cila sapo pa një video që i transmetuam të djalit të saj u prek kur pa gjendjen e të birit. Ju keni më shumë informacion për të na treguar për Arbrin, pse ai ka përfunduar kështu, do më çfarë ka ndodhur? Dëgjoj Odeta. Po. Arbri ka qenë të njëjtën strehim që na ka dhënë shteti me ne, po, para disa kohësh. Edhe ka përfunduar kështu sepse është përdoruar si lëndëve narkotike dhe tani jeton jashtë, jeton në teatr. Nuk është në azil? Jo. Pse? Nuk arriti të bënde procedura, dhe mund çfarë ka ndodhur? Pse e kanë dëbuar nga azili? Nga streja që i kishte vënë në dispozicion shteti francez? Dëgjoj, ai nuk i ka respektuar rregullat që na lën ato atje. E qartë. Edhe nuk e ka fituar azilin, i ka hequr dhe parat të gjitha. Dhe ka përfunduar në rrugë? Flet tek ura, te një urë këtu në Nancy. E tmerrshme. Dhe kush e ndihmon me ushqim, me veshje? Dele lyp. E tmerrshme. E dashur, sepse nëna dashuria është e prekur në këto momente dhe ndoshta nuk mund të flasi dot dhe për shkak të emocioneve që po përjeton në këtë transmetim live. A mundemi ne, me gjithë shqiptarët aty, çfarë mund të bëjmë për ta rikthyer Arbrin në Shqipëri? Është e rëndë që ai të qëndrojë ende aty, në atë gjendje që siç është ka ta ndisur, ti e ke takuar nga afër, si është shëndeti i tij mendor? Është shumë në gjendje të rëndë. Dhe nuk ka shumë komunikim me shqiptarët, ai vi me raca të huaja. Më shtetësi të huaj. Dashurie, ke diçka për ta pyetur?
mendoj se nëna, se prandaj telefonova, unë jam nën vetë, Falenderoj. duhet ose ta marri djalin në Shqipëri, ose këtu ka dhe zyra që mund ta ndihmojnë të futet te këtë qendra të për këto Rehabilitim. që përdorin. Po. Por a mundemi nëna për shkak se do kryej një operacion në ditët në vijim, sepse dhe ajo fatkeqësisht ka probleme me shëndetin e saj fizik. A mundemi aty mes shqiptarëve të bëjmë një gjë të mirë, të marrim arbrin të ri shqiptar, të lidhemi me një qendër aty që të bëj rehabilitimin, apo ndoshta, nuk e di se sa kushton udhëtimi në rrugë toksore, apo edhe me avion një bilet për ta sjell pikërisht nga Nasi drejt Rinasit, të gjejmë të shumën e parave për ta sjell në Shqipëri, dhe këtu do jetë nëna, familja çdo e presi. Dëgjoj, Deta, nuk është problemi që ta sjellin në Shqipëri arbrin. Arbri duhet të bindet që të vinë në Shqipëri, sepse ai nuk pranon as të flasë me nënën e tij, as të vinë në Shqipëri. Nuk është problemi një bilete, sepse shqiptarët këtu bëhen bashkë, edhe kur ka pasur në rast fatkeqësie, janë bërë bashkë, i kanë mbledhur lekët. Atëherë, a mundemi ta çojmë në një qendër ku juve, vetëm ju mund të na ndihmoni aty, ju jetoni aty, të na ndihmoni për të lidhur me një qendër, për ta marrë arbrin dhe për ta çuar në një qendër rehabilitimi, ai e ka të domosdoshme këtë gjë. Dëgjoj, Deta, Gjeni me dakorsinë e nënës, zonja Dashuri, se po flas unë emrin tënd. Unë jam dakord, po kush e bën atë? Ja, po flasim me Arrihet ajo. Arrihet ajo gjë, thot zonja Dashuria, mundet nga ana e emigrantëve të ma bëj këtë gjë. Mendimin e asistentës së parë që ka pasur arbri, është një zonjë shumë e nderuar ajo që ka pasur arbri, mund të bëhet, ajo i bën një kërkesë, nuk është shumë larg nga qyteti, është gati një 10 minuta nga qyteti, është ajo qendra atje, dhe ka dhe të tjerë të rinj shqiptar që kanë shkuar te ajo qendra, por nëna duhet të di ku ka ardhur arbri në Nanti, tek cili person, vetëm ai personi mund ta bëjë atë kërkesën. Por arbri ka ardhur i vetëm aty. Nuk ka ardhur me asnjë person. Po ka pasur një njohje që ka ardhur, se mund të vi kështu në Nanti. Arbri ka ardhur, kë ka pasur njohje aty? Se ti më the që e kam dërguar me disa njerëz sigurt, ata të cilët e kanë ndihmuar më pas me procesin e azilit. Të lutem, zoj, unë ato nuk i përmes do. Jo, nuk i themi live, a ka një person? Po ka. Se vetëm ai mund t'ja bëj kërkesën atij institucioni që arbri të bëj. Kemi një person, pra që nga një person që e ka pritur arbrin aty që ai mund ta bëj këtë kërkesë, por gjithsesi këto janë procedura që pas kuintave më lejo që numrin tuaj t'ja kaloj nënës, ju të flisni dhe t'i bëjmë të gjitha ato procedura që këtë të ri ta çojmë në një qendër. Po, Deta, dhe është të falenderoj, sepse ai do t'i bindet asistentëve siç është bindur më parë, kur ka shkuar në hotel, kur ka qenë mistreuar në... Të lutem, edhe një pyetje? E qartë, po Dashurie. Të lutem një pyetje, desha të të bëj? Patjetër. Po. Atje qendra është me dëshirë, apo po të fusin atje është edhe me forcë? Me imponim, që duhet të rish. Me imponim, që duhet të rish. Saj nuk ka vullnet, të lutem. Ai atje ka psikolog që mund ta bindit të qëndrojë në qendër të paktën gjatë ditës. Gjatë ditës, që të paktën të bëj disa orë gjatë ditës dhe mund të jetë i lirë që të dali pas dite të bëja të xhiron me biçikletë, por është e nevojshme që ai disa orë në ditë të jetë në këtë qendër rehabilitimi. Po. U bëftë me mira për këtë 28 vjeçar, ne do flasim edhe pas emisionit e dashur, numrat me nënën do t'i shkëmbeni të dyja që t'jeni në kontakt për të arritur pikërisht këtë mision të vështirë edhe nga ana juaj që këtë të ri arbër që ishte i humbur për nënën, faljush u gjetë nëna e pa me sytë e saj, i dëgjoj dhe zërin, por ta çojmë në këtë qendër rehabilitimi. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Nuk e di në një merak të fundit apo do flasësh pas emisionit. Meraku fundit, mas emisionit. Pas emisionit do flasësh. Mirë, e falenderojmë të dyja zonjan. Më vjen shumë keq për atë nënën që është aty. E kam dëgjuar për herë të parë dhe më ka ardhur shumë keq, prandaj të vendosëm që ta ndihmojmë. Të falenderoj nga zemra. Shumë faleminderit. Të falenderoj për të gjithë shqiptarët që kanë mundur do të arrijnë në gjurmë të arbit dhe të na i sillni këtu në pajgjurmë. Të falenderoj dhe të përshëndes. Gjithë të mirat. Gjithë të mirat. Dashurie, teksa unë flisja me migrantët, i sytë për herë i mbaje këtej, që e shikon djalin. E kuptoj që të dhem zemra që shikon atë. A shpirti mamës.
Zemre mamës. Mamë të është du fort. Po nuk më do se ti sjellësh keq. Po ja sjellëm i që keq, po unë ty të du fort. Edhe nuk ndahen fëmijët, unë kam 3 yje. Yjull është dhaj për mu. Ashtu si është katandis. Imi. Po pa dyshim që është ylli jotë. Nuk e muhoj dot, është gjaku im, është shpirti im. U gëzova që e dëgjova që ai boll është në jetë, ças Zoti mrekullida dhe njerëzit. Po Arbrin e kam dash sigur më shumë. Ka qenë fëmijë më i ëmbël, më i mytur, më i sinqert, më i dashur, më i drejt. I kam dy djemë dhe tjeri kam të shkanthët, kanë këtë natyrë ndryshe dhe kjo drejtësi ka përfundu. Dashurien e do bëjmë gjithçka me migrantën Qa të bëjmë? për ta çuar në Po një më qendër. thuj, mu të bëj dhe unë. Ti do kujdesesh për shëndetin tënd, sepse ke probleme me fizikun tënd dhe unë ti di të gjitha hallet, se kemi folur dhe pas kujtave bashkë. Ne do na kesh në krah, emigranti janë dha fjalën që do bëjmë të pamundrën për ta çuar në një qendër me personin që ti e ke dorëzuar, ai do bëjë një kërkesë, do bëhen gjithë procedurat për të bërë fazën e rehabilitimit që nuk e di se sa mund të zgjasë aty, por ne do japim maksimumin këtej për të bërë më të mirën për Arbrin, sepse ai nuk do të kthehet në Shqipëri dhe nuk do të flasi me askënd se duket qartë gjendja në cilën është katandisur. Ti do bësh efort tashmë. Rinde Arbi pa fol me mu. Jo. Ai në më për shpi. Ma, në telefon, ku do, ma. O mami, po së rriti, i thosha, unë rritu një qik, i thosha unë. Jo, unë nuk jam rritë për ty, unë dhe ngellem i vogë, i thosha gjithmonë. Shpirti, mamës. Të haj këte, jo, mami, da haj shti se ti gardë nga puna. Unë gjithë ditë e shpikan që janë kam pushu, ishti dashur, jambër. Mravë pika, mamit mravë. Shpirti, mamit i bukri dheut, shqisje ka të ndisë. Më ngjanë mua. Më ngjanë komplet mua. Më vjen mirë që u çmalle e pe. Shpirti mamita. Olida të lutem. Po, në më nuk vjetë kam skanërën, me 27 kam takimin. I kam prit të 2 datat e mallkuara për shëndetin tim, i kam prit për ka 2 muaj. Në përmjet shtetit, se nuk shkoj do të thash, nuk ka mundësi. Të dali një që të hikja dhe unë nga djali, por nuk hik do të. Ku të lej dhe djalin tjetër. Dashuria e kuptoj gjendjen në të cilën ndodhesh, do bëjmë të pamundurën për të ndihmuar të gjithë Arbrin, që jam e sigurt dhe shqiptarët që na ndjekin në këtë moment nga nasi i Francës do kontaktojnë, do na bashkohen për ta ndihmuar që ta çojmë në një qendër për të dhënë më të mirën. Mua vjen mirë që u çmalle, që e pe në këtë video, por më dhëm dhe zemra njëkohësisht gjendjen në të cilën ti e pe djalin tënd. Do doja që ta prezantonim ndryshe, por kjo është e vërteta dhe nuk e mohojmë dot. Jo. Të falenderoj që të pata në studio. Faleminderit. Do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Po, të lutem, qatë jetë e mundur. Mos më lut. Unë edhe dhe t'i prish planet që kam për shëndetin tim. Është i rëndësishëm dhe shëndeti jot. Edhe po qese dhe më duan atje, unë dëshkoj. Dëshkoj këtë djalë. Ne do bëjmë gjithçka, për më të mirën do luftojmë. Të falenderoj dashurie. Mirë, dashur miq, me historinë e Arbrit Cerikut kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë. Do ndjekim vetëm pak reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim pikërisht për një denoncim që kemi bërë vetëm përpara pak ditëve këtu në studion e emisionit Pa Gjurmë. Një qytetare na solli disa foto të një zonje e cila ishte në situatë rruge dhe flinte përpara godinës së presidencës këtu në kryeqytet. Regjia më ndihmon me fotot e kësaj zonje të panjohur kur ne e prezantuam përpara pak ditëve dhe bëm denoncimin live nga studio e emisionit Pa Gjurmë kur mbritën edhe informacionet e para ku dyshohej se zonja në fjalë është pikërisht nga Lushnja, nëna e 2 fëmijëve dhe pas divorcit ajo është rikthyer në Lushnjë tek familjarët dhe dyshohet se ka probleme të shëndetit mendor. Ne do ndjekim një material në këto momente dhe rikthehemi në studio pasi ne kemi vazhduar punën tonë kërkimore.
Vetëm para pak ditëve në numrin e redaksisë e emisionit Pa Gjurmë mbërritën disa foto të një gruaje të panjohur në situatë rruge. Qytetarja nga Tirana kishte hasur në rrugë, konkretisht para godinës së presidencës, një zonjë rreth tek të 40 të shtrirë për tokë, nga pamje duket e raskapituar dhe është duke fjetur gjumë ku dikush i ka falur një kartë monedhë. Më vinte shpirti kur e pashe një zonjë atë mosh aq të re, edhe ishte shtrirë aty në rrugë. Dhe ka qenë e shtrirë te godina e presidencës. Po aty në rrugë, sa kalon, pavarësisht të semafori, fiksa aty ka qenë, pavarësisht të semafori. Të falenderoj dhe uroj që ditën e sotme dikush e njeh këtë zonjë të kontaktoj me studion e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona. Ne kemi 2 numra në dispozicion të dashur miq, një numër celular dhe një numër fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Gjatë minutave të transmetimit live mbërriti dëshmia e parë për gruan e pa identifikuar. Një qytetare nga Lushnja tregoi se e njihte mirë dhe tregoi historinë e dhimbshme të saj. Kjo zonja? Po? Është nga Lushnja? Nga Lushnja. Po. Odeta, ajo është e smur, ka 2 fëmijë, është e ndarë nga burri, rrinte me prindrit. Është e divorcuar, po? Po. Pas divorcit ka jetuar me nënën dhe babain e saj? Po. Ndërkohë që mund të jetë larguar nga shtëpia dhe ka përfunduar këtu në kryeqytet Po. dhe ndodhet në këtë situatë rruge. Në çfarë lagje të Lushnjës? E dini lagjen ku ka jetuar? Po, 18 tetori. Ju lutem, ju bëjtire qytetarët të Lushnjës të na ndihmojnë me informacione për të gjetur një numër telefoni të prindërve të saj. Ndërkohë, prindrit i njihni zonjë, prindrit e zonjës? Po. Si quhen? I njoh. Babai më duket e quajnë Nevzat, Manati. Odeta ajo është, ja, sa je për ti foton e asaj, 100% ajo është. Kërkimet nga ana e stafit vazhduan dhe pas programit për të gjetur familjen e saj në Lushnjë, por përpjekjet për të gjetur nënën e 2 fëmijëve dështuan, pasi ajo lëviz nga godina e presidencës në rrugët e zonës së ish-bllokut. Ky ishte informacioni i parë që mbriti në transmetim live ku një zonjë e njohur teksa ne dham fotot pikërisht të zonjës së panjohur që endet në rrugët e Tiranës, na tregoi se ka qenë e martuar dhe pas divorcit është rikthyer në Lushnjë tek nëna dhe babai dhe jeton në lagjen 18 tetori dhe është nga familja Manati. Kjo është mbiemri i vajzërisë së zonjës dhe babai quhet Nezat. Unë dua të falenderoj në këtë moment e gjithë qytetarët e Lushnjës, ata që kontaktuan me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe na vënë në dispozicion një numër dhe sakt para ditën e sotme ne kemi gjetur një numër të familjes Manati dhe dyshohet që është numri i nënës së saj ku unë në këto momente dua ta marr në transmetim live sepse jam e sigurt që edhe ajo nën është në kërkim të vajzës së saj e cila ka përfunduar këtu në kryeqytet dhe ne kemi denoncuar duke dhënë fotot dhe kemi arritur ta identifikojmë. Ndërkohë që regjia do më ndihmoj që ta kem Zile në transmetim. Uroj që t'jetë duke në ndjekur zonja në fjalë, Zilja po bie dhe shpresoj të më përgjigje dikush është e rëndësishme për të gjetur familjen Manati në Lushnjë, për ta bërë këtë verifikim live. Ndërkohë që ne kemi qenë në punën tonë kërkimore për të gjetur familjen Manati në Lushnjë, që dyshojmë që është familja e zonjës në fjalë që po shikoni në këto momente. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flas me familjen e Nezat Manatit nga Lushnja? Kush jeni lutem? Atëherë unë po të prezantohem, unë jam Odeta Dume nga Tirana, nga emisioni Pa Gjurmë. Po? Nuk e di, unë në emisionin tim kam dhënë disa foto të një zonje që dyshojmë që mund të jetë vajza juaj e familjes Manati. A keni ju ndonjë vajzë të humbur që s'keni kontakte? Po si është puna? Nuk e di, a i kam rënë sakt numrit apo gaboj me familjen. A keni ju ndonjë vajzë që keni ditë që keni humbur kontakte dhe se dini ku ndodhet? Tani si do të më ndihmosh? A jeni ju, zonja që unë kërkoj, këtë më tregoni? Keni vajzë të humbur që unë më pas ju tregoj? Por unë nuk e kam të humbur, sepse ishte në punë, por nuk e di se ka shu telefoni, nuk e di gjendjen si është. Sa ditë ke pa folur me vajzën? Po bëj gati 7 ditë. 7 ditë. Atëre, e dashur, unë nuk ta di emrin si quhesh. Po. Edhe njerë emrin tuaj? Jo, nuk e jap emrin. Nuk do ta bësh publike. Por vajza juaj si quhet, se emrin e saj nuk e kemi. Dim që ka qenë e martuar, është divorcuar dhe pas divorcit ka ardhur të jetojë tek ju në Lushnjë.
Tani ndëgjoj mua këtu. Po, zonjë. Si është, juve e keni gjetur, do vi djali dhe do ta marri. Atëherë, unë dua të tregoj se është një problem tjetër. Ne na kanë sjell një qytetare nga pikërisht nga zona e Tiranës disa foto të një zonje që fatkeqësisht është vajza juaj, e cila nga ato foto duket që është në një situatë rruge dhe një situatë shumë të rëndë. Duket mënyra se si është veshur, e shtrirë në tokë, duke fletur gjumë përballë presidencës këtu në kryeqytet. Qytetarja e ka xhiruar dhe na i ka sjell që të ndihmojmë t'i gjejmë familjen. Ne menjëherë kemi dalë në teren dhe nuk e kemi gjetur. Ajo lëviz nga presidenca në zonën e bllokut dhe nuk e dim se ku ka shkuar në këto momente. Por mënyra se si është veshur, mënyra se si ka dalë në ato foto që janë shkrepur, duket që është në gjendje shumë të rëndë dhe është në situatë rruge që mund të flejë jashtë këtu në kryeqytet, prej 7 ditëve që është larguar nga banesa juaj. Unë dua t'ju pyes në momentin që vajza u largua, a ka pasur probleme të shëndetit mendor? S'është fatkeqësi realisht kjo që ka ndodhur? Dëgjoj mua këtu tani. Po. Ju në rast pasi e gjetët të vajzë, duhet ta meshit, ta stërvonit, ta ndihmonit, nuk ishte thënë që ta kthesh në shtëpi po qyshe po tek. Si e la të lirë vete? Zonjë, unë jam një studio televizive, jam vetëm një gazetare, dhe nëse më duhet ta bëj këtë gjë që ti më kërkon, unë vetëm banesën time kam. Dhe vetëm banesën time mund t'i sëroj këta njerëz që ende rrugëve. Që dashur ke për vete ta gëzoshti, po ka. Po më mirë kupto të lutem, më mirë kupto. Po stërhon ato Silian dhe gjithë ato ne, jo njerëzit e vet. Zonjë. Ti e vajzë duhet ta ndihmosh. Ajo nuk është vajza ime, se nuk gjenden ato në ato situata. Më kupton? Zonjë, unë po të them që këto foto mi ka sjell një qytetare. Nuk e di, motra, ka shumë incidente jeta. Po pa tjetër, kjo është një fatkeqësi dhe mua më dhimbë se teksa e shikojnë ato foto. Si do ta ndihmosh ti atë njeri që ke gjetë në atë? Ne po bëjmë të pamundrën e dashur, ta gjejmë në Tiranë, por ne donim të gjenim dhe familjen. Prandaj ne kemi këmbgulur të gjenim një numrin e familjes tuaj. Pra po flas me nënën në këtë moment, numrin tënd kam kërkuar, po flasim të dyja bashkë. Ne po bëjmë kërkime, momenti që do i gjejmë, do ju telefonojmë që ta rikthejmë në Lushnjë. Jo, nuk është nga Lushnja ajo. Nuk është vajza ime. Si nuk është vajza juaj? Jo. Vajza ime nuk është në të situatë. Vajza ime ishte në punë. A keni një vajzë të humbur, zonjë? A keni 7 ditë që nuk flisni me vajzën? Po, unë e kisha në punë vajzën. Unë e kam në punë. Po pra, vajza ka qenë në punë dhe nuk është kthyer në shtëpi prej 7 ditësh dhe ka përfunduar në kryeqytet, po ju them. Këtu në Tiranë. Ajo nga kryeqyteti është martuar aty. Zonjë. Aty është martuar. Tani ti çfarë ndihmë do t'i japësh? Lutem, do ta gjesh, do ta sjellësh pranë familjes apo do ta ndihmosh nëpërmjet instancave të shtetit? Zonjë, po këtë gjë do ta bëni dhe ju së bashku me ne. E rëndësishme është ta gjejmë, ta sillim në familje dhe më pas të drejtohemi solucioneve ku ajo të shkojë në spital, ka nevojë për mjekime, për mjek, për psikolog, ka nevojë për gjithçka. Se ne nëse e gjejmë dhe nisemi drejt Lushnjës, Ralinja apo ma mbylli? Se më duke habitshme dhe mënyra si nëna më soll, por s'po e kuptoj është nëna apo jo. Do mundohem ta kontaktoj edhe një herë. Zonjë në fjalë. Të kem linjën në këto momente, më ndihmoni regjia të kem sinjal në telefon këtu në studio. Për Tiranë. Atëherë do të tentoj ta marrë dhe njerë zonjën. Regjia më ndihmon të kem zilen. Për të folur qartë. Me sa kuptova nga gjithë biseda telefonike, ishte vajza e zonjës, sepse numrin e na i dha fqinja dhe ajo i njifte mirë zonjën në fjalë. Edhe zonjë që kemi nxjerr pikërisht që endet në rrugët e Tiranës, pra kanë qenë qytetarët e Lushnjës, ata të cilët na kanë ndihmuar për ta identifikuar dhe na kanë çuar në familjen. Unë dua të flas edhe një herë me nënën. Jemi në transmetim live dhe ju kërkoj ndjes. Uroj dhe shpresoj që ajo të më hapi telefonin këtë herë, patëm një shkëputje, regjia të më ndihmoj për të lidhur edhe një herë me familjen Manati.
pikërisht me familjen e zonjës që ka përfunduar në situatë rruge këtu në Tiranë. Unë si gazetare dhe drejtuese e këtij emisioni, patjetër që jap maksimumin për të ndihmuar këta njerëz në pjesën e parë. Më fol. Atëherë më dëgjoni zonjë? Po. Patëm një shkputje telefonike. Atëherë unë dua të jem edhe e sigurt nga ana ime nëse është vajza juaj apo jo. Numrin tuaj mua ma ka dhënë fqinja juaj dhe po tërgohem e sinqert në këto momente, pa dhënë emra, fqinja juaj ma ka dhënë numrin. Ajo e ka parë foton e vajzës tuaj dhe ka thënë që kjo është vajza e Nezat Manatit. Shumë gabim ka bërë ai. Ai, atë që ka bërë, ai ka bërë krimi më të madh që ekziston. Ka bërë gabim pse na dha numrin? Zonjë, a jeni interesuar për vajzën ju? Familjarët ai nuk duhet ai api, duhet të kërkon ndihmë te familja dhe duhet që ata hallin, edhe jo ta diskreditonte. Zonjë, po pse e merr kështu, zonjë, të lutem. Zonjë, mos e merr fare kështu. E rëndësishme është shëndeti vajzës tuaj, të gjejmë vajzën tuaj. A jeni interesuar të gjeni vajzën? Nuk më intereson kush ka dhe numrin, ose kush do qoftë. Ai person duhet ta ndihmoni edhe jo ta lini në rrugë. Zonjë, patjetër që ta ndihmojnë, po ndihma më e madhe duhet vi nga ty që je nëna, të lutem tani. Moj mike, unë nuk e kam gjetur, ti e gjetë çove prapë po të vjen rreth trafikimi marrë në tokën sterë. Zonjë, të lutem, zonjë, të lutem. Zonjë, të lutem. Zonjë, të lutem. Nëse ne e gjejmë, do nisemi drejt Lushnjës për ta sjellë tek ju. Jo. Nuk është nga Lushnja ajo. Ju do të drejtoni instancave të shtetit për të rehabilituar në qendër, edhe... Pa jo është e pavetëdijshme, duhet një familjar ta shoqëroj. Dikush duhet të jetë nga familja juaj, zonjë. Ka djalin e vet atje. Pra ju si nën nuk interesojeni për vajzën që ka përfunduar në atë situatë. Jam me smur, marrë 100.000 lekë ilaçe, jam me osteoporoz, me fibroz në mushkëri, me tëra probleme. Shkuara, unë e kuptoj që jeni me problemet shëndetit, por edhe kjo përgjigje ka që ftohtë për vajzën tuaj. Prandaj kërkoj ndihmën e shtetit në këtë rast, se që ta ndihmoj atë vajzë, kushdo qoftë nuk e di as apo të vajza ime, se nuk mundet, po gjithsesi duhet ta ndihmoni. A keni numër WhatsApp-it e ky telefon? Ja. Atëherë unë do bëj të pamundurën në këto momente, dikush të vi dhe të tërgoj fotot për ta verifikuar nëse është vajza juaj apo jo, por në bazë të informacioneve, njerëzit nga lagja 18 tetori nga Lushnjë na kanë telefonuar, e kanë parë atë fotografi dhe na kanë treguar që është vajza e familjes pikërisht Nezat Manati. Nuk është vajza ime. E keni bërë shumë gabime dhe keni sjell shumë panik. Keni nxjerrë dhe fëmijët e tjerë, keni nxjerrë dhe familjarët. Shumë ka bërë ky. Zonjë, po ne nuk mund të lëmë në rrugë një... keni filmuar. Ne nuk mund të lëmë në rrugë një grua, një nën. Po ti ke lënë në rrugë, ti do të bësh punën tënde, do të reklamosh. Po kjo është puna ime, pra kjo është puna ime, që unë po bëj të pamundur për të gjetur familjen. E kam gjetur nënën dhe nëna më sillet me këtë gjuhë. Zonjë, aksidentalisht, ku ke, pse ke lëshuar? Zonjë, e dashur zonjë. E dashur zonjë. Duhet të më dëgjosh me vëmendje. Të ndjek shumë, po ti pse lejo dhe ti, ku do ta gjesh të njëjtë person? Zonjë, po nuk më ke kuptuar deri tani. Unë po të them që fotografitë e vajzës tënde na i ka sjell një qytetare. Dhe me njerë sa këto fotografi në ambëritën në celular, dolën në teren për ta kërkuar. Dhe ajo kishte lëvizur. Nuk e kam gjetur unë, apo stafi im vajzën tënde. Kanë qenë qytetarët e Tiranës që e kanë denoncuar, zonjë. Më mirë kupto drejt. Denoncimi është policia, me jo ato gazetarë, për t'i bëjnë njerëzit të... Zonjë, është e qartë, mos të bëjmë show televiziv, të lutem. Nuk dua të bëj show televiziv në këto momente. Njerëzit janë për të pallur. E dashur zonjë, nuk dua të bëj show televiziv në këto momente me historinë e vajzës tuaj sepse më dhimbses shumë. E kuptova qartë, ju e dhatë mesazhin. Nuk është vajza ime, nuk është nga Lushnja, e ka familje në Tiranë, ka djalin e saj të kujdeset djali dhe institucionet. E dhatë mesazhin dhe ishit e qartë. Unë ju falenderoj zonjë. Unë vetëm kaq desha, ty dëgjoja, ty merja në telefon, të dija dhe të sigurohesha që jeni nëna. Është e drejta juaj të vendosni pasaj nëse doni të hapni derën për vajzën apo jo, vendosni ju, nuk vendosim ne. Jo, më vjen keq se ajo vajzë duhet çuar në rehabilitimin e instancave të shtetit. Po patjetër që duhet çuar. Po duhet një familjar që të kujdeset. Në rehabilitimit një që mund të
Ne do bëjmë të pamundur të gjejmë fëmijët e zonjës, se ne e dim që ajo është e divorcuar, por do gjejmë fëmijët e zonjës në këto momente, do bëjmë të pamundrën për të lidhur me fëmijët dhe për të bërë edhe ne nga ana jonë si redaksi për ta çuar në solucion, sepse normalisht ajo ka probleme të shëndetit mendor dhe kjo është një fatkeqësi që mund të ndodhi kujt do. Po jo, normale. Probleme me shëndetit mendor, por e rëndësishme është që ajo mos të qëndrojë më në situatë rruge. Kjo është më e rëndësishme. Ajo ka marrë më transim deri foto ajo edhe ka ngele ty ajo si thjesht. Ajo ishte në dorën e barbonëve të lugarit të rrugës të rrugëshërve. Po, keni të drejt, keni të drejt për këtë që thoni. Këtë kemi frikë dhe ne. Këtë kemi frikë dhe ne. Edukatët nuk janë njësë, i rangi halë, po. Ajo të shfrytëzon, është kriminal. Kupton? Prandaj ajo zonja që e ka filmuar, ka qenë kriminale e lindur për. Por jo, mos ta quajmë kështu, ajo gjithnjë kam telefon me që pas e qenë ka qeshtu ajo. O po ka marrë një grush me lekë ajo që i pruri fotot aty. Të lutem tani, të lutem. Sepse unë i falenderoj teleshikuesit ata që na ndihmojnë për këto denoncime, mos të mendojmë kështu, të lutem. Ajo e denoncoi, sapo pa e denoncoi dhe tha, u preka shumë dhe dua që ta ndihmoni këtë zonjë. Dhe ne po bëjmë të pamundrën, të lutem. Zonjë, ju keni të drejtë. Ju keni të drejtë që ju keni të drejtë që institucionet në vendin tonë nuk funksionojnë 100%. Ju keni të drejtë që shoqëria shqiptare është më e ftohtë. Shumë. Realisht, keni të drejtë që shumë veta e kanë parë vajzën tuaj në atë gjendje dhe askush nuk ka ndaluar aty të marrë policinë dhe të qëndrojë derisa policia të vi. Keni të drejtë për këtë pjesë. Se ajo denoncoi në atje tek ju. Ajo shumë mirë. Le të denoncoj sepse fundi fare ky është rasti. Ama jepi një polici. Urdhore ti polici merre tërhoje këtë vajzë. Se marrin ato barbonat e rrugës. Se është e pavetishme, njëri që e shtrirët ky ka një hall shumë të madh. Patjetër. Është e qartë që nga foto kuptohet gjendja e saj që është goxha e rënduar. Krimi më i madh që ka kjo botë, makabër. Ku është policia, ku është kryeministri jonë që është vota, për ku e ka instancët e veta? Kur e i ka njerëzit të shtrirë ty, jepi ka fshat bukës e qupe, se është gjuna. E dashur, unë e di që ti e nën dhe të dhëmë zemra. Unë nuk ti di kushtet në cilat ndodhesh, unë nuk e di historinë e familjes tuaj. Edhe vajza ime mos tjetë, mua më dhem shumë zemra, se kush dhe kjo është një birë nene. Është një krije që ka bërzoti, edhe është një fatkeqësi shumë. Ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe unë do uroj të bëj më të mirën për atë zonjë që fle rrugëve të Tiranës, për ta rikthyer sa më shpejt. Ato japin drogë dhe përdorin më gote. Ja, këto janë të rënda nëse ndodhin vërtet kështu. Po, policia nuk vepron fare, ta shohë i thos le. Polici vetë. Mirë, unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Falenderoj që më hape telefonin. Jam e sigurt. Nga ana juaj. Ajo vajzë të ndihmohet nga instancët e shtetit. Ka 2 prindër të smur. Jo shumë mirë se nuk mund të ndihmojnë dot. E kuptoj qartë. Prandaj thashë nuk e njoh situatën e familjes tuaj. Me shkollë të lartë ka bërë 2 gjutë huja, 16 vjetë shkollë. Qeveria ka flasë në rrugë. Vajza ka mbaruar studimet e larta? Po si ma i ka mbaruar për anglisht, frëngjisht, 8 vjetë. Ka marru të arsim vokshi, ka marru fakultetin. Sa gjuna dhe ka përfunduar kështu realisht. Nëna e 2 fëmijëve, të bëjmë një thirrje për gjithë qytetarët, kush e shikon këtë zonjë, të lutem të njoftoj policinë ose të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, do jemi ne që të vim menjëherë në vendin ku ndodhet kjo zonjë. Është nëna e 2 fëmijëve, në gjendje të rëndë shëndetësore, është larguar nga banesa e saj, e martuar në kryeqytet, e divorcuar, ndërkohë jam në një lidhje telefonike me nënën, e irrituar, por jam e sigurt që zemra e saj brenda qan, se është vajza e saj. Mirë, uroj se kemi ardhur në fund, regjia më thot duhet ta mbyll, nuk kam më kohë, duhet kaloj në mbylljen e emisionit. Zonjë, të premtoj që do të marr në telefon për çdo hap dhe çdo veprim që ne do bëjmë. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Faleminderit, mirë dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë. Uroj dhe shpresoj që si historinë e Arbrit në Francë që e gjetëm në situatë rruge me shpresën e emigrantëve se mund ta çojmë në një qendër rehabilitimi, uroj dhe shpresoj që pikërisht me zonjën
që kemi gjetur këtu në Tiranë, që është në situatë rrugë të bëjmë diçka për ta çuar në një qendër rehabilitimi këtu në kryeqytet, sepse kështu humbasin njerëzit dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion. Këto janë historitë reale që vijnë nga treva të ndryshme të Shqipërisë. Mirë, ne bashkë takohemi nesër live ora 16 me shpresën për të përcjellë lajme të mira. Mirupafshim.